E njërës, Allahu ju premtoi hak. Mos më qartoni mua. O ju njerëz, Zoti ju pat premtu juve wa'dal haq, premtimin e vërtet, Edhe një pata premtu juve, por premtim të rrejshëm. Iblisi do thot, mos më qartoni mua. Mos më qartoni mua. Kur futën në xhehenem, krejt xhehenem lid, Iblisi hip një vend kur më të lartë. Iblisi, kërëplaku i drejtit, dhe man një fjalim, dhe quhet fjalimi apo hutbeja e Iblisit të mallkuar. Thot Allahu Gjelle wa Ala, dhe do të hip dhe do ngjitet shejtani Iblisi në hutben e zjarrit të xhehenemit, pasi që do përfundon njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhehenem, dhe do t'ju thot, e njërës, Allahu ju premtoi hak. Mos më qartoni mua. Ai mallkuar në xhehenem, ke xhehenem lit për këshyri tash. Çka u ka bëhet? O ju njerëz, Zoti ju pat premtu juve në dynja tash këto. Wa'dal haq, premtimin e vërtet. Edhe një pata premtu juve, por premtim të rrejshëm. Wa wa'adtukum, edhe unë ju premtova. Fa akhlaftukum, por unë va theva premtimin, nga se unë nuk jam serios. Pra Iblisi thot, unë jem renavec, unë jem përgënjeshtar. E pranape, po bëhet e sinqert, por s'krym punë sinqeriteti na heret. Sepse e pat mo, sinqeriteti krym punë këtu, për me pas fryt këtu dhe atje. Pra Iblisi do thot në zjarr të xhehenemit, unë nuk kisha pushtet ndaj jush, unë nuk kisha sultan ndaj jush, unë nuk kisha autoritet ndaj jush, i vallahi s'ka asnjë sultan Iblisi ndaj nesh. Illa an da'awtukum fastajabtum li, vetëm se unë ju thira dhe ju më përgjigjet mua. Krejt që janë në xhehenem nuk një përgjigj mu, shejtani kanë përgjigj. Çështë thrat shejtani në këtë dynja, dhe na heret çështë mundohet me justifiku, ama kur hyn në xhehenem, andaj mu pas mos më fajsen. Iblisi do thot, mos më qartoni mua. Mos më qartoni mua. Nga se ka në transmetime o ju vëllezërit e mi, se kur do të përfundojnë banorët e xhehenemit në xhehenem, do të ubohen të gjithë banorët e xhehenemit tek Iblisi dhe do thonë ty ja i cili na devijove dhe na tregove rrugën e devijimit dhe të zjarrit të xhehenemit. E Iblisi do të hyjë në hudbe dhe do thotë, fela telumuni, mos më qërtoni mua, qërtoni vetet e juja, ma ana bi musrikhikum, wa ma antum bi musrikhi, unë sën shpëtoj sot, por edhe ju sën shpëtoni. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Këtu ju vëllezërit e mi këpute shpresat dhe Iblisi do thot, unë e përgënjeshtroj atë që ju e bët dhe adhurua dikën tjetër pos Allahu Gjelle wa Ala. Iblisi distancohet. Iblisi bëhet mësë vajsani mua, vajsani vetë vetën e ju. Ja. Sepse njerëzit më duhet më fajsu Iblisin. Iblisi përdat, ja, më mësë vajsani vetë vetën e ju. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya. As unë s'mu ju ndihma juve sot, as ju s'mu të ndihmani mua. Dhe do ta përfundon fjalimin e tij në xhehenem duke thënë, me të vërtet zullumqtarët kanë dënim të dhimbshëm. Dhe atë ditë do ta thotë të vërtetën. Dhe vërtet zullumqtarët kanë përfundim të dhimbshëm. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.